Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Maqedonia Shqiptare. Jemi fund viti me halle, me probleme, me plane, projekte në gjitha shkollat këtu në Maqedoninë Shqiptare. Udhëheqësit e shkollave mëtojnë drejt asaj që të bëjnë diçka të mirë për shkollat të cilat i drejtojnë për vite të tëra. Gjithsecili ka një ide pozitive se si në fund të rezultojë me pozitivitet të punëve. Kemi plot i tharë të linjës asaj që arsimi shqip do të ngritet në nivelin e shkollave më të avancuara evropiane. Megjithatë, rrethanat, kushtet, mundësitë, përballjet me shumë faktorë e pamundsojnë që shumë procese ose shumë ide të realizohen brenda një kohë shumë të shkurtër. Optimizmi gjithsesi se duhet na mbajë gjallë dhe bashkërisht të ecim dal nga dal e shëndosh që arsimin ta ngritim realisht në nivelin që duhet, sepse disa punë kanë dalë nga kontrolla, por me një mobilizim të gjithëve, të gjitha punët do të vinë në vendin e vet. Po ju prezantoj të ftuarin e radhës, këtu me mua është i pari në shkollën profesionale të quajtur tekstile, zoti Abbas Abbasi. Profesor Abbasi, mirë se ka ardhur. Mirë se u gjem. Kënaqësi e jonë për herë që të jesh këtu dhe të japish porosie, mesazhe, ide se si të ecim më mbar dhe më drejt dhe si të standardizojmë ca punë në arsimin shqip edhe në Maqedoninë Shqiptare. Ju keni një eksperiencë të mirë në drejtimin e shkollës. Kur them në drejtimin e shkollës, kam parasysh në drejtimin e shkollave. Dhe të lë për të pas një dëshirë, për të thënë një në vërtet se punët në atë shkollë ka nesër mbar, edhe pse ka pas turbulenca, vështirësi, por në fund ja keni dalë që ca punë të mblidhi në një epiqendër, të harmonizoni shumë mendime për brenda shkollave. Është një shembull unik, pikërisht shkolla që drejtoni ju. Do më interesoj që në këto kora kur arsimi ka rënë nga niveli i shumë punëve, ju arrini që të jepni një motivacion, një frymë pozitive dhe për herë me pozitivitet. Ju falenderit për konsideratën, unë s'pari ju falenderoj për ftesën që në keni bërë dhe kujdesin që të regoni për arsimin si një segment shumë i ndihshëm i shoqërisë. Prandaj shfrytëzoj rastin s'pari të falenderoj ekipin e TVA Kohës dhe njëkohësisht të përshëndes të gjithë teleshikuesit, në veçanti nxënësit, pasi kemi të bëjmë me një shkollë të mesme profesionale që graviton në qytetin e Tetovës. Më vjen mirë që konstatimi juaj është pozitiv për ecurinë e punëve në shkollën e mesme profesionale, komunale, të quajtur shkolla tekstile të qytetit të Tetovës. Filozofia e udhëheqjes së shkollës nga ana ime ka qenë çdo ditë të bëjmë nga pak pozitive në të mirë të nxënësve, në të mirë të arsimit dhe në të mirë të kolektivit të cilin e udhëheq në mandat të tretë. Përmendën një frymë të pozitivitetit në punën tonë. Është e vërtet, absolute, që nëse njeriu mëton të arrijë dikund, qoftë edhe një rrugë të vogël të kalon, s'pari duhet që të jetë i përgatitur, themi në mënyrë simbolike për atë rrugë, të ketë besim në vetvete, të kërkon për krahjen e shoqërisë që rrethon, e bashkëpunëtorëve, dhe gjithë faktorëve që i ngërthen ajo punë ose ai proces
E posaçërisht arsimi që në çdo shkollë, që fillore, të mesme, ose atë shkollimi sipëror, në një pikë takohen 3 faktorë kryesor, pra nxënësi si objekt dhe subjekt, të punësuarit dhe prindët. Ndërsa shoqëria është ajo që investon dhe që pret rezultate nga kuadrët të cilët do të edukohen dhe arsimohen në një shkollë të caktuar. Pasi shkolla ime kryesisht, pra me statut dhe me ligj, është definuar si shkollë mesme profesionale, ku bën pjesë në arsimin 4 vjeçar, pra të shkollës së mesme, duke prodhuar, do të thotë, teknik të drejtimeve dhe profileve të cilat janë të verifikuara me akte nga ana e Ministrisë për Arsim dhe Shkencë të Republikës së Maqedonisë. Prandaj jam munduar dhe do të mundohem gjithnjë që Spari, pra, të jap atë mesazh pozitiv se mundemi, qoftë edhe në kushte të vështira të punës, në kushte të vështira të kohës, ose në kushte të vështira ekonomike, siç ballafaqohet shoqëria jonë, pra, me një krizë të shumanshme, të shohim gjithmonë një rrezë drite se e nesërmja, nëse ne angazhohemi, japim maksimumin tonë, çdo individ, pra, mund të jetë më mirë, më ndritur. Po. Konstatimin që e bëra, nuk e bëra për kompliment, do ta them publikisht. Sepse unë eci në gjitha shkollat, edhe shoh për brenda shkollave tabore të ndryshme, opinionet ndryshme për drejtuesit e shkollave. Unë nuk e kam has në shkollën tekstile, nuk e kam takuar, sepse takoj njerëz të taboreve të ndryshme, pavarësisht se janë të kyçur në arsim. Por nuk kam takuar, me bindje që më vjen shumë mirë, që të ketë ndonjë opinion kundërshtues, ose ndonjë opinion i nati, ose ndonjë opinion të shpikur për të penguar punën e drejtuesit të shkollës. Realisht kështu e kam parë unë. Nga ky prizëm, ja vlen që të marr opinionin e juaj rreth gjendjes momentale të shkollave shqipe këtu në Maqedoninë Shqiptare. Qëndrimi im është se ne nuk jemi përjashtim në këtë sistem, pra dhe në këtë kohë që veprojmë si shkollë e mesme, por në paraqitjet e mia paraprake, pikërisht në të koha, kam thënë edhe pse kjo shkollë është themeluar në vitin 1953, ende funksionon në një barak të thjesht, por i ka një element me cilën krenohemi, dhe ajo është ruajtja dhe zhvillimi i raporteve ndërnjerëzore në kolektiv. Sigurisht që në një familje të thjesht, themi 4 antarëshe, hasen kundërshti. Por frima qasja është pozitive, që ato kundërshti të përdoren në anën pozitive për të ecur përpara. Pra, nuk kemi destruktivitet në punën tonë, pasi kemi një qëllim të përbashkët që është kuptuar drejt. Thot, është një kolektiv multietnik, multikulturar, me një strukturë sociale të përzirë, do të të fshat, qytet, qoftë të nxënësve, të punësuarve, me shkollime nga qendra të ndryshme, duke filluar nga Lublana, Zagrebi, Beogradi, Tirana, Prishtina, Shkupi, Tetova në kohën e fundi. Por të gjitha këto jam munduar unë si udhëheqës, pra të shfrytëzoj si një pasuri, ku duke këmbyer Spari njohuri që kemi marrur nga qendra të ndryshme ku jemi edukuar, ku kemi mbaruar fakultetet,
të shohëm atë çka është më e përshtatshme për punën tonë të zbatojmë. Ndërsa ngjyrimet tona politike, gjendjen tonë themi sociale, e kemi lënë në kohën e lirë ta debatojmë. Ndërsa në shkollë kemi një detyrë, ajo është përparimi i procesit edukativ arsimor, spari realizimi i detyrave që janë ligjore, që rrjedhin nga marrëdhënia e punës për çdo të punësuar, varësisht nga vendi i punës që bartën, ta kryejmë me përgjegjësi, ta kryejmë të mundohemi të jemi dhe suksesshëm në punën tonë. Dhe pikërisht këto dy elemente gjithmonë i kemi patur si bazë që ti të kalojmë të gjitha vështirësitë me të cilat hasemi çdo ditë. Po gjendja, si e sheh të arsimit përgjithësi këtu në Maqedoni Shqiptare? Gjendja e arsimit të mesëm, pra mund të flas për këtë nivel, pra ku gjendem, nuk është edhe aq e lakmueshme, por nuk është edhe aq zi ta paraqesim, do thotë. I ka vështirësitë që i sjell koha, të cilat reflektohen në procesin edukativ arsimor, në shkollat, problemet që me vite do thotë, qoftë mund të them edhe me dekada që janë bartur, sidomos në arsimin shqip në Maqedoni. Pra kemi ngecje në infrastrukturë, kemi ngecje në libra dhe mjete ndihmëse të kohës të cilat duhet të përdoren. Dhe kemi ende ngarkesë të nxënësve në përklasa. Do thotë edhe mbi normat ligjore të përcaktuara për shkak të përkufizimeve hapësinore me të cilat ballafaqohet arsimi shqip në Maqedoni. Por sidoqoftë, neve duhet të shqeqem përpara dhe të japim maksimumin tonë që në minimum të eliminojmë këto vështirësi dhe suksesi të rritet në shkolla. Po. Ka ide, ka platforma shtrohen opinionen gjithandej nëpër mediume, kërkohet një epicentër e shëndosh, ai takon reformave në arsim. Nganjëherë ka dhe ide të politizuara, vetëm me të krijojmë turbulenca dhe mos ketë një qetësi në fushë arsimore. Sa janë të qëndrueshme reformat që janë bërë deri tani dhe sa punë që nuk kanë qenë të dobishme, por i kemi lansuar në proces arsimor deri më tani. Për fat të keq, reforma në sistemin arsimor dhe në përgjithësi në sistemin shoqëror në Republikën e Maqedonisë është stërzgjatur, pra që nga pavarësimi si shtet dhe deri në kohën momentale, pra ende kemi të papërfunduara reformat e planifikuara, qoftë me programet nacionale, për shembull për sa i përket arsimit të mesëm profesional, ka pasur një strategji 2005-2015, e cila mendonte që tërësisht të reformon procesin edukativ arsimor, duke filluar nga drejtimet, profilet, mënyra e mësimdhënies, mënyra e realizimit të pjesës praktike, me atë që shkollat e mesme profesionale në Republikën e Maqedonisë të bëhen kompaktibile me sistemet arsimore perëndimore që janë treguar si të suksesshme, ku kemi një lidhshmëri shumë natyrore në mes shkollës dhe procesit të prodhimit, për cilat këto shkolla profesionale pra me ligj funksionojnë që të sigurojnë kuadër të mesëm teknik të profileve të ndryshme, të cilat janë të nevojshme ekonomisë, qoftë në segmentin lokal ose në atë më të gjerë regional dhe kombëtar. Për fat të keq, tek neve ende nuk shihet një reform e përfunduar që të jep rezultat të suksesshëm. Përkundrazi, më duket se më tepër është shkuar në eksperimentime dhe kohën e fundit, në vend që të kishim një
situatë të kristalizuar, do të thotë të reformimit të shkollave të mesme profesionale, ende pra nuk kemi atë stabilitet, por arsye të ndërhyrjeve të shpeshta ligjore, dhe vitin e fundit shkollor, sikur paknacit kanë filluar të artikulohen lirshëm në aspektin qytetar, do të thotë greva dhe protesta e punëtorëve të arsimit në fillim të gjysmëvjetorit të dytë, tani në kohën e fundit forumet rinore, apo si që quhen parlamenti nxënësve, parlamenti studentëve, të cilët shprehin pakënaqësi për sa i përket themi maturës shtetërore, testimit ekstern, ndërsa punojësit e arsimit pra ishin në grevë për shkak të vlerësimit të arsimtarëve përmes testimit ekstern të nxënësve. Dhe të gjitha këto i shtojnë problemet në procesin edukativ arsimor. Megjithatë, të protestohet drejt, të lansohen ide pozitive është e mirë. Por nga njëherë, ato platforma sigur nuk janë të standardizuar ose të konceptuara drejt, dhe ta zëmë kërkohet eliminimi i maturës shtetërore, ose kritikohet puna e testimit ekstern. Puna e testimit ekstern ngriti mjaft turbulencës sa i takon dënimit të mësuesve të shtresës arsimore. Krijoi një mlef faktikisht edhe të një pjesë bukur e mirë të arsimtarëve, të cilët ishin edhe pozitiv gjatë karrierës tyre. Unë në fillim thash se kundërshtit kanë ekzistuar çdo herë në shoqëri dhe gjithmonë kanë shërbyer si një urë për të ecur përpara. Do të thotë zgjidhja e atyre kundërshtive, vënia një baraspeshe, ka rezultuar me kualitetet e reja në shoqëri, në segmente të ndryshme. Për sa i përket arsimit, si një fushë shumë specifike, mendoj se mos përfundimi i reformave të filluara rezultoi me efekte negative ku punojësit e arsimit me pa të drejtë, do të thotë ata punëtorë, një pjesë atyre punëtorëve që në kolektivet e tyre, falë kontributit, ishin shpallur si mësues të dalluar, nga rezultatet e testimit ekstern rezultonte se ishin në listat e dënimeve, që në njërën anë, edhe pse nuk kënaqin rrogat në arsim, pra nuk janë në harmoni me argjimet që i ka një familje sot, me punën e ndihshme që bëjnë arsimtarët, por jemi koshient se kriza ekonomike aq mundson. Dhe tani arsimtarët u desh që të ngriten në grevë, që të mos dënohen. Që ishte një absurd, do të thotë deri dje mësuesi dalluar, sot është në listë për të dënuar dhe më e keq një pjesë para pensionimit të shkojnë si të dënuar. Që nuk mbante, sepse me sjelljen e ligjit, do të thotë për testimin ekstern, në fillim nuk thuaj se do të shërben për vlerësimin e arsimtarit, sepse ka plot forma tjera që arsimtarit të vlerësohet. Aftësitë e arsimtarit, puna e arsimtarit, rezultati i arsimtarit, sepse është një punë komplekse. Kemi ne përveç testimit ekstern, kemi tash herë e tretë këtë javë në shkollën time kryhet evaluimi integral nga ana e Inspektoratit Shtetëror Arsimor, ku mundohet në mënyrë do të thotë të gjithanshme të bëj vlerësimin e arsimtarit përmes pjesëmarrjes në orë, përmes kontrollimit të përgatitjeve, planifikimeve, planeve,
dhe elementeve të tjera. Po ashtu edhe përmes notimit që ka kryer ndaj nxënësit, sepse është një punë e përditshme, një punë e vazhdueshme, kontinuar, dhe tash me një orë testim të vlerësohet puna e një profesori apo një arsimtari që ka punuar 20 vite. Dhe nëse gjenerata flasin që ai ka qenë i suksesshëm, tash në bazë të suksesit të atij testimi bjen në rangun që duhet të dënohet, që s'është në rregull. Për sa i përket testimit ekstern dhe maturës, më duket se pyet. Për momentin janë obligime ligjore të përfshira, të miratuara si ligje, që ne, si udhëheqësi të shkollave, po edhe kuadri edukativ arsimor, në bazë të ligjit për marrëdhënie pune dhe në bazë të ligjit për shkollat fillore dhe të mesme, jemi të obliguar të zbatojmë ligjin. Sa është testimi ekstern dhe matura shtetërore si instrumente të qëllueshme për vlerësimin e nxënësve, duhet të debatohet, do të thotë në forume, duke marrë pjesë të tre elementet, pra Ministria e Arsimit si parashtruese apo parashtruese e ligjit, shkollat si zbatues dhe nxënësit bashkëarsimtarët, do të thotë si element kyç të këtij procesi vlerësues. Dhe të shifet, pra në shumë forume, se a duhet të qëndron edhe më tej si instrument për vlerësim, apo në bazë të efekteve që për momentin riprodhon, pra të korrigjohet ose të hiqet si pjesë e ligjit nga zbatimi në shkollat e mesme. Për momentin, pra, jemi në vlugun në përgatitjet e fundit, sepse vitet e 4-ta dje me 20 maj mbaruan vitin e 4, vitin shkollor, dhe tani do t'i nështrohen testimit ekstern, do të thotë vitet e para, 2-ta dhe 3-ta, duke filluar nga 2 qershori deri dikon ka 15 qershorit para fatin e parë. Pra sa i përket testimit ekstern dhe maturës shtetërore, këtë vit do të realizohen pavarësisht kundërshtive të nxënësve dhe maturantëve, sepse janë obligime ligjore të cilat jemi të obliguar si shkolla të respektojmë ligjin dhe njëkohësisht në bazë të ligjit të organizojmë mbarvajtjen e testimit ekstern dhe maturës shtetërore. Për sa u përket efekteve, pra këto kundërshti publike që bëhen nga ana e nxënësve, nga ana e maturantëve, themi tek një pjesë përmes parlamentit të nxënësve, kontestohet mbajtja e testimit ekstern, ndërsa nga parlamenti i maturantëve, po ashtu nxënës, por të viteve të 4-ta, mos kyçja e matematikës në lëndët e obligueshme eksterne të maturës shtetërore. Diçka për sa i përket maturës është arritur, pra është tërhequr matematika si lëndë të obligueshme dhe ngel si lëndë zgjedhore vetëm të drejtimet matematiko-natyrore, në bazë të një shkrese që kishte bërë Qendra për Provime Shtetërore dje të lansuar në mjet të informimit publik, rezultonte se 13 deri në 15% e maturantëve kanë zgjedhur matematikën, do të thotë si lëndë të tretë të obligueshme, ndërsa pjesa tjetër ka shkuar në gjuhën anëtare dhe në gjuhën angleze ose frange apo ruse. Pra, edhe këtë vit nuk është e obliguar për të gjithë maturantët të cilët i nështrohen maturës shtetërore matematika. Ka vend, do të thotë, për korrigjim, nëse ekzistojnë argumente në bazë të një debati dhe analize themi profesionale se si instrumente nuk janë të dobishme, atëherë duhet të ketë qasje nga ana organeve të Ministrisë për Arsim dhe Shkencë që këto zgjidhje ligjore të tërhiqen dhe të vazhdohet, do të thotë, me një formë tjetër të vlerësimit të nxënësve
të arsimtarve, të maturantëve, pra ekzistojnë platforma. Po. Dhe në fund, jemi krejtësisht në fund, është një çështje shumë e ndihshme, puna e regjistrimit të nxënësve të ri. Është të vërtet, sepse i kemi dy procese paralele. Në njërën anë, kemi rënje të natalitetit edhe tek shqiptarët, edhe këtu në qytetin e Tetovës me rrethin, në bazë të statistikave, rezulton se 3 vitet e fundit, do të thotë kemi patur dikun të nga 10 klasë më pak nxënës për regjistrim në vit të parë në shkollat e mesme. Vitin e kaluar kishte dikun të 304 nxënës më pak në krahasim me vitin paraprak. Ndërsa në anën tjetër është liberalizuar mjaft, do të thotë, politika regjistruese nëpër shkolla, ku është lënë një autonomi shumë e madhe nga ana e Ministrisë Komunave, që në bazë të interesit të definojnë politikën e tyre regjistruese. Për sa i përket shkollës së mesme tekstile Tetov, si shkollë mesme profesionale, mbetemi edhe këtë vit shkollor në 3 drejtime themelore që janë të verifikuara me akte nga ana e Ministrisë për Arsim dhe Shkencë, pra drejtimin tekstil në Kur, me 2 profilet arsimore, pra teknik të konfeksionit dhe teknik të tekstilit, ku në profilin teknik të konfeksionit kemi të planifikuara dhe të miratuara, do të nga ana e Komunës dhe Ministrisë për regjistrim, 2 paralele me mësim në gjuhën shqipe dhe 1 me mësim në gjuhën maqedone, ndërsa në teknik të tekstil lëkurës vetëm 1 klasë me mësim në gjuhën shqipe. Drejtimi i dytë është drejtimi kimiko-teknologjik me 3 profilet arsimore, pra teknik të kimi teknologjisë, teknik ushqimor dhe teknik të proceseve industriale. Këte vit janë të planifikuara 5 paralele me mësim në gjuhën shqipe, edhe atë 3 në drejtimin teknik të kimi teknologjisë, 1 në drejtimin teknik ushqimor dhe 1 në drejtimin teknik të proceseve. Në drejtimin artistik, pra të artet aplikuara, kemi një rësi këtë vit, pozitive, pra përveç profilit arsimor teknik të dizajnit të veshjes, është bërë një korrigjim, pra është pranuar kërkesa reale e shkollës së mesme profesionale tekstile Tetov, që këtë vit shkollor 2015-2016 të kemi edhe një klasë teknik të dizajnit të interierit dhe mobilimit në industri. Prandaj, me kënaqësi, pra, e paraqes para opinionit, se shkolla i ka bërë përgatitjet e duhura, në projektin e Ministrisë është miratuar, do të thotë, kërkesa për një studio moderne të dizajnit, të veshjes dhe dizajnit të interierit. Shpresojmë që gjatë pushimit veror të kompletohet, pra të gjitha të nxënës që kanë prirje për arte, le të drejtohen lirshëm në afatin e parë regjistrues, që fillon me 23 dhe 24, paraqitja e parë pra është 23-24 qershor, dhe paraqitja e dytë afatit parë është ndikun me 30 qershor, dhe shpallja e rezultateve me 1 korrik, ndërsa në paraqitjen e parë do të jetë shpallja e rezultateve me 25 qershor. Po ashtu, nëse nuk do të plotësohen vendet e parapara, pra me numër të caktuar të nxënësve, kemi afatin e dytë regjistrues në gusht, diku me 24 dhe 25 gusht. Neve si shkollë kemi bërë përgatitjet e duhura, posedojmë, pra, kuadër të kualifikuar, të dëshmuar, posedojmë punëtori dhe laborator të pajisur mirë, të cilat, pra, mundësojnë që nxënësi të merë, ose ti verifikon një ori teorike të fituara, përmes pjesës praktike, dhe elementin e tretë, pra kemi krijuar atë lidhshmërinë natyrore me kapacitetet prodhuese në komunën e Tetovës me rrethin,
ku nxënësit e vitit 2, 3 dhe 4, një ditë në javë e kalojnë në për fabrikat ekzistuese në drejtimet të cilat janë të regjistruar. Po. Zoti Abbas Abazi, ish kënaqësi që folëm bashk, me shpresë që të bashkëpunojmë dhe të kontaktojmë bile më shpesh për gjitha problemet që i tangojnë shkollat shqipe këtu në Maqedoninë Shqiptare. Ju falenderoj gjithashtu, ishte kënaqësi dhe shpresojmë sadopak të kontribojmë pra në eliminimin e atyre mangësive dhe problemeve që na shoqërojnë në punën edukative arsimore në për shkollat tona të mesme. Faleminderit. Ju falenderoj. Mi të nderuar, kështu foli i pari i shkollës profesionale tekstile këtu në Tetov, profesor Abbas Abazi. T'ju kujtoj edhe një herë se këtu është Maqedonia Shqiptare. Natën e mirë.